Përshëndetje shenja e peshqve, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Fjala që prizëm orakull ju dhuron këtë javë është energji. Energjia është thelbi i gjithçkaje. Kjo kartë ju fton në vetëdije, rigjallërim dhe lëvizje pas një periudhe stagnimi. Kjo është një javë që kërkon të ktheni frymën e brendshme në veprim, të mos mbeteni vetëm në ëndra apo ndjesi, por t'i sillni ato në realitet me forcën e vetëdijshme që Zoti ju ka dhënë. Në gjendjen personale kemi kombinimin 8 shkopinj, asi i shpatave, 7 monedhat dhe njeriu i varur. Këto flasin për zhvillim gradual, përparim dhe rigjenerim pas durimit. 8 shkopinjt ju sjell në lëvizje, ngjarjet përshpejtohen, komunikimet rriten dhe diçka që ka qëndruar pezull më në fund fillon të marrë formë. Por këto ndryshime kërkojnë qartësi. Asi i shpatave i jep saktësisht atë që duhet, dritë mbi mjegullën. Ju mund të kuptoni një të vërtet ose të merrni një vendim të qartë që e shkurton rrugën drejt vetëqetësimit. 7 monedhat, megjithatë, ju kujton për durim. Jo çdo përpjekje jep fryt menjëherë, shpërblimi ndonjëherë kërkon kohë. Njeriu i varur, karta e fundit, është simbol i pritjes së mençur, por edhe i shikimit të realitetit nga një kënd më i lartë ose nga një kënd tjetër. Kjo kartë thotë mos e humb besimin në proces, edhe nëse ritmi ngadalësohet. Nga ana intuitive unë do të thoja se mjafton të ruani besimin dhe të mbani qëndrimin e hapur, sepse energjia juaj po riformulohet në mënyra që s'janë plotësisht të dukshme ende. Kalojmë në familje, ku në sferën familjare 4 kupat, 10 shkopinjt, 9 kupat dhe perandori tregojnë një përzierje të lodhjes emocionale me nevojën për qartësi dhe strukturë. 4 kupat tregon pak stagnim ose atë mungesën e dëshirës për t'u përfshirë, sikur diçka ju ka lodhur apo nuk ndiheni plotësisht të dëgjuar. 10 shkopinjt e thellon këtë energji. Ndoshta keni mbartur shumë përgjegjësi ose jeni ndier si mbështetësi apo mbështetësja e heshtur e të gjithëve. Por 9 kupat, karta e dëshirës dhe harmonisë, sjell kthesën. Ju nuk mbeteni në lodhje. Ngrohtësia, kujdesi dhe gëzimi rikthehen, sidomos nëse lini dikë tjetër të mbaj pak nga barra. Perandori e mbyll këtë fushë me krah të fortë. Ju ose një figurë mbrojtëse merr rolin e stabilizuesit që vendos rend, kufi të shëndetshëm dhe siguri emocionale në familje. Pra, mësimi intuitiv këtu është i qartë, mrekullit shfaqen kur pushoni së bëri gjithçka vetë dhe lejoni që edhe të tjerët të japin pjesën e tyre të dashurisë. Dhe kjo kërkon besim dhe drejtim shpirtëror, jo kontroll. Kalojmë te dashuria. Këtu jeni në një fazë introspektive. Kartat 5 shpatat, krye priftëresha, 2 shkopinjt dhe 3 shkopinjt tregojnë për qartësim, parashikim dhe zgjedhje të matur. 5 shpatat sinjalizon hije komunikimi ose keq kuptime të vogla që mund të kenë sjell distancë. Në vend të përballjes, krye priftëresha ju nxit drejt heshtjes së mençur, dëgjoni intuitën para se të flisni. 2 shkopinjt tregon që ju po mendoni për të ardhmen, ndoshta ndjeni se dashuria që keni ose që kërkoni, po kërkon përditësim drejt një horizonti më të pjekur. 3 shkopinjt thellon këtë mesazh me ndjenjën e zgjerimit, shikim drejt së ardhmes, vendosje synimesh më të gjera, ndoshta edhe distancë fizike që sjell reflektim. Në mënyrë intuitive, unë do të shtoja se dashuria
po kërkon besim më shumë se pasion. Pra, ku misteri dhe heshtja e përbashkët mund të bëhen ura bashkimi, jo pengesë. Pra, lërini gjërat të flasin me energji, jo me fjalë boshe. Jo çdo përballje ka nevojë për fjalë. Disa kërkojnë praninë e qetë të shpirtrave që ende duan. Kalojmë tek puna. Kombinimi në punë është shumë i fortë. Mbretëresha e shkopinjve, djalli, asi i shkopinjve dhe 5 shkopinjt në të kundërt. Mbretëresha e shkopinjve është karizmë, pasion dhe krijimtari. Ju jeni në kulmin e fuqisë suaj për të frymëzuar, udhëhequr apo krijuar diçka me ndikim. Por djalli kujton se në çështjet materiale mund të lindë prirja për lodhje, obsesion ose frikë për humbje kontrolli. Asi i shkopinjve është karta ndriçuese e këtij procesi, ide të reja, frymëzimi i pastër dhe drejtimi i freskët në karrierë. Ka diçka të re që kërkon guxim për t'u pranuar një vizion që ka ardhur, për t'u rigjallëruar pas atyre momenteve monotone që mund t'ju kenë kapluar. Fakti që 5 shkopinjt del në të kundërt është mrekulli. Kjo do të thotë shuarje e konflikteve dhe harmoni me kolegët ose bashkëpunëtorët. Pra, pas tensioneve të vogla, situata stabilizohet. Nëse në të kaluarën puna ju ka rrëshqitur drejt obsesionit, këtë javë ju rigjeni kuptimin e lehtë të saj. Kur ndjeni shqetësim ose nxitim, mos harxhoni energjinë me luftë. Kanalizojeni në krijimtari dhe frymë. Kalojmë te Prism Oracle, ku kemi energji. Kjo kartë është thelbi shpirtëror i leximit tuaj. Kjo fjalë përfaqëson gjallërinë, rrjedhën e jetës dhe rikthimin e fuqisë personale. Ju jeni duke kaluar nga një periudhë pasiviteti ose lodhjeje drejt lëvizjes së qartë. Kjo kartë ju fton të mos e shtypni më energjinë tuaj për t'u përshtatur. Është koha ta shprehni. Shpreheni në art, në dashuri, në vendime, në mënyrën se si flisni, në mënyrën se si veproni, në mënyrën se si këndoni. Pra, në të gjitha mënyrat, energjia që ndjeni tani duhet dëgjuar. Ajo është mesazhi që ndoshta Zoti po përdor për t'ju udhëhequr. Kur ndjeni shtysën për të ndryshuar, mos e shtypni. Ajo s'del nga frika, por unë do të thoja që del nga drita e brendshme që kërkon të rritet. Paçim!